Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe më vjen vërtet mirë që mu dha mundësia të vi këtu edhe të shoh një pjesë shumë të bukur të Bregdetit që në këtë pikë nuk e kisha parë. Edhe duke ardhur këtu të takoj shumë nga banorët rreth e rrotull dhe tani të flas disa fjalë me ju dhe për ju, pa ju lodhur edhe pa i rënë gjatë, por duke ju thënë 2-3 gjëra që besoj janë thjeshta. E para, ju jeni këtu në Kavaj, në Rogozhin, vajza dhe djemë të ri që keni aspirata, keni ëndra, keni shpresa. Dhe mbase një pjesë e juaja nuk e mban mend mirë se si ka qenë Kavaja apo Rogozhina, se keni qenë shumë të vegjël, mbase disa për ju që mbajnë mend mirë momentin kur Partia Socialiste për herë të parë mori besimin e qytetarëve të Kavajës dhe faktikisht e nxori Kavajën nga një grop e madhe ku e kishte lënë një forcë që lindi si forca e shpresës dhe që prej shumë vitesh tani më është bërë forca e të shkuarës. Forca e të shkuarës që përfaqësohet nga një individ 80 kusur që sot për fat keq sa herë flet i fiket llamba edhe ngatrohet në ato që thot Roma për Toma dhe kërkon votën për çfarë? Për çfarë? Ndërkohë që ne kemi një arsye shumë të fortë. Unë kam një arsye shumë të fortë që t'ju them juve, t'i them bashkëqytetarëve tona se ky është kilometri i fundit drejt finishit. Ky mandati 4 është mandati që nëse ne bashkohemi fort dhe nëse ne ecim vendosur, na jep ne mundësinë historike që të bëjmë histori. Na jep ne mundësinë që të çojmë në vend atë që ishte profecia e Gjergj Kastriotit, kur u la brezave drejtimin nga perëndimi dhe përcaktoi fatin e Shqipërisë si fat evropian dhe që pastaj u kthye në amanet i të gjithë atyre që luftuan, besuan, ëndrruan, shpresuan, deshën një Shqipëri që këtu në Kavaj, në momentin e përmbysjes së regjimit komunist, mori trajtën e thirrjes si gjithë Europa. Kemi bërë rrugë gjatë, kemi qenë shumë mbrapa, kemi qenë jashtëzakonisht mbrapa. Kemi bërë rrugë gjatë dhe këtë mund t'ja u dëshmojnë prindrit tuaj. Prindrit tuaj që kanë parë shumë dhe kanë parë keq, sidomos kur kanë kapërcyer kufirin, sidomos kur kanë marrë rrugën dhe ju është dashur të përballen në përkufit e Europës me përçmimin, vetëm për shkak të pasaportës shqiptare. Sot ne kemi mundësinë që atë pasaportën tuaj ta kthejmë në pasaportë europiane të shqiptarëve. Ta bëjmë pasaportë Bashkimit Evropian. Këtu në Kavaj ne kemi Elisën,
po kemi dhe Ilvën. Ilva është vajze zonës, është nën me 3 fëmijë, nuk duket, po i ka 3. Dhe Ilva ka qenë studente jashtë. Ka qenë studente jashtë dhe e ka provuar vetë se çfarë do thotë ti je studenti huaj në Bashkimin Evropian. Atëherë Britania e Madhe ishte në Bashkimin Evropian. Prandaj, të gjithë ju që aspironi të studioni në Europë, cila do për jush këtu dhe në të gjithë Shqipërinë, duhet di që me pasaportën e Bashkimit Evropian në dorë nuk ka më tarifa 10 fish më të larta, por i ka njësoj si çdo student i Europës. Po, edhe ju tjerët që doni të ecni, të përparoni të bëni sukses këtu, duhet ta dini që me hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria fiton një mbështetje të madhe edhe financiare që nuk e ka sot. Dhe patjetër që me hyrjen në Bashkimin Evropian shumë programe që kanë të bëjnë me fëmijët, që kanë të bëjnë me rinin, që kanë të bëjnë me nxitjen e të rinjve drejt teknologjisë digjitale, që kanë të bëjnë me startupet e kështu me radhë, bëhen programe shumë më të mirë financuara. Dhe të gjitha këto shkojnë drejt jush. Po dhe për ata që janë nga fshati, duhet ta dinë se hyrja në Bashkimin Evropian do të thotë 300 milion euro në vit vetëm për fshatin, që është një shumë që ne se kemi pasur kurrë dhe nuk e kemi dot me mundësitë tona. E në ndërkohë, patjetër që ju shkoni në shkolla dhe ju e dini shumë mirë se si janë transformuar shkollat. Të paktën besoj që nga klasa e parë sot e mbani mend si kanë qenë shkollat dhe si janë sot. Dhe kanë mbetur vetëm një pjesë e vogël e tyre që duhen transformuar, edhe ato të transformohen dhe kështu Shqipëria do të ketë në të gjithë territorin shkolla jo thjesht si në Europë, po si shkollat e mira të Europës. Por unë sot përpara jush nuk e mbyll dot fjalën time pa ja dhënë fjalën dikujt që kur ka qenë sa ju ka filluar karrierën politike. Dikujt që ka qenë i vogël dhe i thinjur dhe ka hapur rrugë për shumë të reja dhe të rinj të tjerë që të bëhen pjesë e Partisë Socialiste, kur Partia Socialiste shikoi si dele e zez. Ky është Pandi që e kemi sjell këtu në Kavaj dhe në Rogozhin, edhe në Rogozhin dhe në Kavaj, po pra në rregull tash. Se kemi dhe mamicën që nuk na lë të bëjmë gabime. Prandaj e mbajmë që mos bëjmë gabime. E kemi sjell këtu dhe parafytyroni pak në Kavajën që mbahej për një kohë shumë të gjatë si bastioni i Partisë Demokratike. Ka ndodhur diçka që unë mendoj që demokratët e Kavajës nuk duhet ta falin jo për ne, po për dinjitetin e tyre. Jo për Europën, për Bashkimin Evropian, për Shqipërinë 2030 dhe për gjitha këto që janë shumë të rëndësishme, janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër, por për respekt ndaj vetes tyre. Se dolën dhe votuan për të pasur kandidat Kavaja nga ana e tyre, njeriu që donin ata. Dhe kandidati i Kavajës doli i pari në primaret e famshme të Tiranës dhe nuk është Gjokundi. E keni parë ju? E ka ngrënë bufi. Ja u hëngri për faqësuesin. Është në barkun e bufit. Hyseni. Tani çfarë është kjo? Kjo është
thyrja më e madhe që mund t'i bëhet një komuniteti politik. Dhe ndërkohë që ata Kavajën e kanë lënë pa përfaqësinë fare, ja hëngrën kandidatin, e kanë lënë pa njeri, edhe dëgjoj që vjen vërdall njëri me një parti tjetër që thot jepja një këtij se do i çoja ndej etj, po këto janë të gjitha histori kënete, as mos i dëgjoni fare. Ne i kemi sjell Kavajës 2 deputete që janë deputete e listës dhe kryeministrin e ditëve më të vështira të Kosovës, i cili e përsëris se është e rëndësishme për ju, e ka nisur politikën ja kështu. Nuk e di kush të ngjan ty nga këta, gjëja e vet, po si njëri nga ju atje dhe e kemi sjell këtu bashkë me Eldin që është edhe ai djalë Kavaje. Kështu që po më lërë më i zonjë ta mbërë. Ua. E kupton çfarë do të thotë se kështu është kur promovon barazin gjinore në ekstrem. Ja. Dhe bashkë me 2 burra në listën e hapur kemi dhe Antonelën që është e Rogozhinës. 5. Pra 5 kandidat nga Partia Socialiste dhe 1 kandidat i zhdukur nga Partia Demokratike. Viktim e ka ngrënë bufi. Pandit. Të dashur vëllezër dhe motra, kalamaj do të thosha, arriti dita që ky e kam më të vogël, fakt Zahun, kurse unë të miti kam mbi 25 vjeç. Dhe normalisht jemi këtu për të thënë me pak fjalë. Ne nuk kemi kundërshtar sot ata të cilët përpiqen të thonë se e kaluara është më e mirë se sa e ardhmja. Ne problemin kryesor e kemi me zgjidhjen e shqetësimeve bazë që ju keni, jo vetëm për shkollën, por edhe për standardet dhe cilësinë e jetës, duke trokitur në dyert e shtëpisë më të madhe dhe më të pasur të botës me emrin Bashkimi Evropian. Jemi një hap afër. E kemi humbur këtë shans. Kur ne me shokun tim këtu kemi qenë të ri, po në atë kohë, në 96-ën, kryeministër ishte ky që sot është kryetari i opozitës. Pastaj ndodhi 97-a dhe ne të politikës treguam se shpesh jemi një përplasje midis gjysmakësh dhe qyrykësh. Dhe ju na shikoni si njerëz të cilët nuk e kuptojmë, po e vërtet është se sot kemi ardhur të themi ju kuptojmë shumë mirë. Ju kuptojmë shumë mirë dhe kemi një çështje të hapur e cila është të qenit pranë jush. Ne dim shumë mirë që një pjesë e juaja këtu ndjen më të vetmuar, megjithse ka rrjete sociale, e ndjeni më të shqetësuar për sa i përket ku do shkojmë me shkollën, si do fillojmë një punë e kështu me radhë. Kjo fushat është fushat e detajeve njerëzore, jo e mitingjeve. Unë nuk do e them fjalën buf, mbaje me respekt, më thotë mua, po jemi në plazh, edhe më duket sikur jemi kthyer të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Jo, mua më kujtohet kur isha lagurish, të nxorën ata. E tha vet. Kështu që kur bënim debat me kolegët e PD-s, ju thash, ky ju ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Ju falemderit, në 11 maj, e dini vet. Fitore. Ore, shiko, ta sqarojmë këtë, më fal. Ta sqarojmë këtë se ju e jeni të vegjël, nuk i dini këto. Se do abini ç'a thot ky, pa gjë. Shikoni si është puna. Kur isha
moshën e disave nga ju këtu. Dola edhe unë për liri e për demokraci, po nuk i doja këta, bufin me këta tjere. Nuk i shifja do të me sy me thënë drejtën edhe nuk vajda. Se ndërkohë bufi ishte me partinë e vjetër, kishte tesrën në xhep të partisë komuniste edhe bënte si shefi i antikomunistëve. Pandi vajti me komunistët, unë thash po dalë në për Europë të shoh botën. Edhe dola në për Europë, i ri. Lirin e fitova. Edhe më thonë në Europë, ca miq që shikoj janë ca plazhe nudo. Që shkojnë njerëzit edhe lahen si që ka bërë natyra, nëna, zoti, si doni ju. E thash po e provoj mirë. Shaka. Isha me një shoqen time, me ca shok tjerë dhe vajtëm atje. Edhe bëm dhe fotografi. Atje normal s'kishte në gjë, me thënë drejtën, ja u them unë, nuk kishte asë gjë. Kur janë të gjithë ashtu, nuk të bëm përshtypje. Edhe mas shumë vitesh kandidoj unë, isha kryetar i bashkisë, edhe kandidoj për të ribër kryetar bashkie, dhe këta kënetës, se si e qysh, po së histori e gjatë, i marin, i gjejnë këto fotografit e mia, cullak, edhe më qojnë edhe telefonata anonime që tërhiqju se do të turproj me tjere, unë të shoh që do më bëjnë këta mua? Së më shkon të mëndja. Tërhiqju, se do lësh name, do bësh gazi botës, se do të pështyn gratë në rrugë, më thoshin në telefon. Se kuptoja se ku ishte fjala, kur një ditë përpara se sa t'i botonin, i keni në Google, po ishit kurios, shkruan e dy Edi Rama Nudo, del aty. Edhe, po tani, që e mua bet kotë, sa keni pa ju, edhe mi qojnë me zarf, i hapun ato, shoh veten time, po ishe mas shumë vitesh, e shoh veten time, gjëja e parë që më shkoj mend tash si jam më kaqëri. Pastaj sigurisht që më erdhi siklet, tash ç'a do ndodhi tash, do më nxjerrin këta. E më nxorën gazet. Më nxorën gjithë faqja e gazetës aty, gjithë ky zdap. Siç më kishte bërë nëna, por kuptohet 2 metra. Edhe pandi u mbulua me organ, nuk doli nga shtëpia ditë fare, iku kjo punë, edhe merrte në telefon maman time të shkretën, që janin hallet me njëri tjetrin, me pandin. Të tjerët më thoshin, mohoje, edhe një javë kishte zgjedhje, ishte të dielën, kjo doli në fillim të javës. Mohoje, dil thuaj është montazh, është shu, thosha unë, po si ta moj, jam unë, si të moj, që kam bërë, s'kam bërë në gjë. Unë si isha politikan, isha njëri i lirë, si. Do të dalë të shita mohoj, zhur kam bërë një turp, që kam bërë? Mohoj, mërë të një se s'ka ko për këto punë e tjere, dhe atë ditë që doli kjo, mbas dite kisha takim me të rinjt. Koincidencë, të Alidemi, ishte një si pub atje, edhe ishim bledhë të rinjt Alidemi, dhe thash, po. Mirë po halli ishte që kur ecja në rrugë, më duke si kur gjithë më shifshin lagurish, të merë. Edhe shikoja kështu gjithë siklet. Shkoja atje, thash unë nuk kam duke më hu këtë punë, dali ku dali, varja tani se si do them unë që s'jam unë. Mora mikrofonin atje, ata të gjithë më shifshin, edhe i them shikoni këtu, këta njerëz që duan votën tuaj, edhe në kryet kësaj ishte bufi, që ta dini dhe më dhënë, bufi që nuk lë krevat pa hyrë.
Nuk lë vrim Chelsea pa e futur atë hundën që e ka si Befana. Keni parë si ka? Nuk lë, nuk lë. Keni parë Sqepin si e ka? Nuk lë vend pa e futur as Sqep. Në për shtëpitë e njerëzve, në për familje, tek gratë, tek vajzat, tek të vdekurit, tek të gjallët dhe me atë Sqep e bëri dhe atë punë. Po i dori për hundësh. I them atyre, unë shikoni tash, këta sot kanë nxjerrë nga gazet fotografitë e mia private, në jetën time private. Kur unë kam qenë me dashurën time në jug të Francës, as nuk më shkonte mendja në herë në botë se do kërkoja vota në herë, njeri i lirë, edhe çfarë do të bëj unë tani? T'ju them që s'jam unë, jo më unë jam. Do t'i shpërtheu një broritje e madhe aty. Thash unë, po këta janë rregull. Kur po dilja jashtë ishte një djalë aty, se harroj atë. Gjithë tangërllika i kështu, mosha juaj, ishte votues i parë, me i xhup. O plak tha. Erdha tha se jam votues i parë tha, e kisha nda menin tha me votu për ty tha, po desha me të një gjuhë qa do thoshe për këtë punë tha, po nuk më kesh gënjy tha. Halal vota ime. Kështu që e vërteta është gjëja më e rëndësishme, edhe njeriu duhet t'i marrë përsipër gjërat që bën. Unë s'bëra në i turp. Sot sigurisht nuk do ta bëja, që t'jemi të qartë. Atëherë, pandi s'do e bënda sa atëherë. Por megjithatë, edhe të fundit po e them dhe një gjë të bukur tjetër. Kur konkurova unë për kryetar partie, Pandi ishte kundër, nuk donte që të bëhesha unë kryetar partie atëherë. Edhe konkuroi Pandi për sekretari i përgjithshëm, edhe fituam të dy. Pandi ishte kundër me. Fituam të dy dhe të nesër shkojmë te Partia Socialiste, njëri te zyra kryetarit, tjetri te zyra sekretari i përgjithshëm, çfarë do bëjnë tani? Edhe i shkoi unë Pandit në zyrë. O Pandi thashtë se ishim shok, prej shumë vitesh, po nuk donte që të bëhesha unë kryetar partie. Kishte hallë se do t'i prisha partinë e bukur. Edhe i them, o Pandi, tani ne s'kemi çfarë bëjmë, jemi të dënuar të punojmë bashkë. Më tha mua, kështu, si e ka Pandi. Tha, shiko dha, që të flasim për bashkëpunim, tha, do të plotësosh dy kushte. Çfarë kushte që tash unë? Duhet mos veshësh më çorape të kuqe dhe të martohesh. I plotësova. Shumë faleminderit për martesën avash avash, keni kohë. Keni kohë. Shumë faleminderit gjithëve, edhe në 11 maj për ju sipas meje është fat. Pse? Se shumë kush tu është votues i parë, votuese e parë, dhe nuk ndodh gjithmonë. Do merrni pjesë në shumë zgjedhje, zgjedhjet gjitha janë të rëndësishme, pa diskutim, por janë zgjedhje midis partish, midis kandidatësh etj etj. Nuk ndodh gjithmonë që të kesh në dorë me votën tënde të bësh historinë e vendit tënd. Në 11 maj vota është për historinë. Sepse me atë votë, dhe nuk është, ma besoni këtë gjë, nuk është një votë që ne të marrim 71. Se 71 duhem për të qeverisur pa pasur në përkëm njëri tjetër. Se ne 71 nuk diskutohet që do t'i marrim. Çështja është një votë që ne të kemi fuqinë që në përfaqësimin e Shqipërisë dhe në të gjitha detyrat e shtëpisë që janë këtu deri në 2027 për negociatat, për ligjet, për vendimet, të mos kemi pengesa, të mos kemi bufin, të mos kemi kukumjaçka, të mos kemi lloj çyrykësh, por të shohim vetëm objektivin. Që t'i mbyllim negociatat në fund të 2027-s.
sepse dera, ju thash, është e hapur, por nuk do rri e hapur për gjithmonë. Dhe pastaj na rroft ne mandati, nëse ne nuk kemi fuqinë që duhet na japi populli, që ta përfaqësojmë dhe ndërkohë çfarë marrim përsipër atje në Bruksel, të vim t'i bëjmë këtu në parlament. Jo të rim të dëgjojmë lloj-lloj kuash atje. Por t'i bëjmë. Kjo është e rëndësishme të kuptohet nga gjithë. Nuk është kjo për mua, për Elisën, për Pandin e për ne. Se po ja përsëris dhe herë tjetër, sikur bota të kthehet përmbys, Partia Socialiste nuk i merr kurrë më pak se 71. Nuk i ndodh. Është aritmetikisht e pamundur. Edhe sikur lulit futet me aritmetikën e vet, prap se prap nuk i bën dot. Nuk i bën dot më pak se 71. Nuk i nxjerr dot, megjithëse ai përgjithsisht e ka më shumë. Nuk i nxjerr dot. Kështu që kjo është për të bërë detyrat. Se çfarë ndodh në negociata, që t'ja u shpjegoj se është edhe për informacion. Janë 1000 veta. Afërsisht. Dëgjoj këtu ti më. Më ku e ke menin? Po që ke i papa më, po gjithë, të ku e ke menin më? E ke menin mrapa, mirë. Shif për para më, le mrapa më, për para. është, hajde këtu, qo, hajde këtu, se ti që ke problemi aty, gjitha ta në regull, vetëm ti, hajde, ullu aty, jo, ullu aty, që të bësh më, ullu aty më, që të bësh ti më, ullu më aty, ashtu, po, shumë mirë, ullu, mos shifa nej, mos nga cmo ata, ktheu këshu nga unë, po, ktheu më këshu, ashtu, po, më regull, ashtu, më shifë më këtu, Bashkimi Europian, ashtu, janë 1000 vetë nga ana jonë, 1000 nga ana tyne që negociojmë për Bashkimin Europian. Sepse negociatat bëhen për të gjitha. Për ekonomin, për drejtsin, për arsimin, për shëndetsin, për ujrat, për zogjt, për peshqit, për të gjitha. Dhe sa herë që ne takojmë me ato, marrim detyra. Merr detyrat në shkollë? Merr 200. Merr detyra. Po, i bën detyra ti? Si i bën? Shkeli shkollë apo i bën mirë? Sa mirë i bën? Qa nota shkeli më vlla? Me 8 ne nuk futemi në Bashkimin Evropian. Ne duhet jemi me 10. Po, me 10. Dhe që të marrim 10, duhet që të jemi perfekt, e diti. Se ti bo gjysmë në ushtrimi 2, ke ushtrimi 3, kap telefonin, futesh në YouTube. Apo ja, kjo është skema, e di unë. Edhe i thu mamit i bona unë ato. Pastaj kur kthehesh tu, po zysha se kuptoj mirë. Apo ja, ne nuk e bëjmë dot këtë lojë. Ne duhet jemi perfekt. Kështu që kur ne të vim në shtëpi nga negociatat, duhet që të shkojmë në parlament, t'i votojmë gjërat. Dhe nëse na dalin atje lloj tipash si puna jote, që i more i çorientove gjithë ata shokët e tu atje, ne nuk futemi në BE. Jo. Nuk futemi në BE. Ky ishte problemi që po krijohej ti atje. Dhe ç'a të bën BE-ja pastaj, të bën atë që të bëron ty, të ndan nga shokët. Edhe ngelesh tu tek pull. Ti je tek pull komplet. Ti je komplet tek pull dhe vazhdon bisedimet, po nuk je pjesë e grupit. E di pra, ne duhet futemi në grup, të gjithë bashkë, me gjermon, me francez, me italian, me të gjithë. Edhe ti je nga Kavaja, a i tjetri nga Roma, nga Parisi, jeni i soj, keni një pashaport, keni të njëjtat drejta, edhe nuk të shef do të njëri ty mot, thot amërse nga Kavaja, i thu nga Kavaja, po pse ti je nga Parisi, e po punë më dhe fort. E kuptove? Ashtu. Hajde që du. Hajde për qafoj që. Hajde.
Shumë faleminderit se jeni dhe ndjell. Shkova ti tash, ai do vish do të mash një fjalë. Ha, mirë, si dush. Shumë faleminderit edhe me 11 maj, me 11 maj